Albin Kurti e përmendi si premtim fushate, Xhelal Sfeshla reagoi menjëherë si ministër, duke nënshkruar themelimin e një grupi që do të analizoj e propozoj funksionimin e Gjandarmerisë së Republikës së Kosovës. Në modelin ndërkombëtare, Gjandarmeria është një forcë policore e ndërthurur me disiplinë e strukturë ushtarake dhe që kryen detyra të policimit civil, sidomos në fushat ku kërkohet rend publik, siguri e brendshme dhe reagim ndaj situatave të rënda si trazirat, krimi i organizuar apo krizat e sigurisë. Iniciativa për themelimin e një trupe të tillë në kohë zgjedhjesh duket të jetë një përpjekje vetëvendosjes për të marrë më shumë kontroll politik në sektorin e sigurisë. Me idenë e proklamuar, Gjandarmeria do të funksionojë si agjencion i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kështoja do të ishte nën varësi më të madhe të ministrit, ashtu siç funksionojnë agjencione të tjera. Kaq kontroll direkt ministri nuk ka në Policinë e Kosovës. Sipas asaj që ka thënë Sfeshla, Gjandarmeria do të ketë detyra të ruajtjes së kufenjeve, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Shumë nga këto i kryen disa nga njësitë në kuadër të Policisë së Kosovës, e mbi të cilat ministri nuk ka kontroll direkt. Për ruajtjen e kufirit ekziston njësia për ndërhyrje të shpejtë. Njësia speciale operative e njohur si ROSU është specializuar për menaxhimin e trazirave. Për mbrojtje nga terrorizmi ekziston njësia më elitare e Policisë së Kosovës, NSI apo FIT. Por si ka mundësi që Sfeshla t'i zëvendësoj këto funksione të trajnuara kryesisht nga SBA-t me një agjenci në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo ide e pushtetit, pak ditë para zgjedhjeve, ka ngritur jo pak debat në kampe tjera politike e të sigurisë. Shumë prej tyre e shohin pikërisht si një përpjekje për kontroll direkt politik mbi sektorin e sigurisë.